mëngjesi goca dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Videon po e hap këtu tek stacioni autobusit, po presim autobusin që vjen për 2 minuta dhe do jo marr me vete sot, do filloj një vlog, besoj, sepse do shkojmë do blejmë disa gjëra që më duhen për pushime. Disa i kam bler, do ua tregoj në shtëpi, edhe kështu, se kemi fillu pak përgatitjet e valigjeve, sepse dihet ajo punë. Derisa të mbarojmë neve, derisa të nisemi, hap valigje, mbyll valigje, ndro valigje, fut rroba, nxit rroba. Do ju marr me vete edhe juve dhe në përgatitjen e gjërave, goca. Mendova të bëj një vlog përpara se të nisemi në Shqipëri. Okej, tani po i mbyll këtu se erdhi autobusi. Duhet që të marrim edhe këto. Por po mendoj, shikoni, kanë dalë to super soft. Peser. Këto. Apo të marr këto. Po mendoj të marr këto. Këto do marr. Marrim dhe ndonjë kështu për Zojën, se si dihet asnjëherë. Tani po ikim sipër. Të shikojmë për krah për Zojën. Kush i bie? Ja baba, ja këtu. Dudush. Ja, Zogu, ja. Tavolina e një çifti me fëmijë, me banane, me letra të lagura, me ujë, me letra. Shikole këtu, mama. Goca. Përshëndetje, sërish nga një ditë tjetër këtu. Sot është e diel. Ju thash që do ju tregoja se çfarë do marr me vete. Në fakt, nga që kam dashur që ti mbaroj, ishte rrëmuj e madhe këtu, edhe prandaj nuk ju mora dot. Gjithsesi do ju tregoj pak a shumë. Tani kam hapur valigje, këtë valigjen këtu, ku te kjo ana këtu kanë futur vetëm të brendshmet, me thënë drejtë, dhe çorapet. Mungojnë akoma. Jam bërë 4 valigje, një është më e madhja, që është 25 më duket kila ajo. Këto tjerat pasaj kjo është 20 më duket. Nuk kemi sigurt. Edhe një tjetër pak a shumë sa kjo. Këtu tani, goca, do ju tregoj çka kam marrë. Këtu janë gjërat e Zojit, të themi. Kam futur çorape sepse mund edhe të freskoj, nuk i dihet gushtit. Kështu që 2 përparse se duhen për të furja për të brend. I kam marrë nga këto Zojit që vendosen tek krahët, si këto gomardaret kështu, nuk e di sa do t'i mbaj. I kam porositur të shejni edhe 1-2 gjëra tjera që kur të vinë, uroj mos të harroj t'i filmoj se janë shumë të lezetshme. I kam porositur një nga ato gomardaret që është me atë mbrojtësen sipër, edhe një tjetër që është si tip çadër, që e mante çadra, është kështu si ato të kampit, edhe poshtë ajo mund të mbushet me ujë që të rri fëmia aty, dhe kjo gjë më pëlqeu. Uroj që Zoji të rri. I bleva një shampo Zoji që t'ja marr me vete. Tjetër, ka marr nga këto pecetat, nga këto pambuqet, sepse për shembull Zoji kur bën kak, unë nuk e fshi me letrat e lagura, e laj gjithmonë me këto. I ka marr po ashtu, kështu, këto bebelinat kanë ngelur që kur ishim te liçeni ose në pishina këtu, i ka marr 2 pako, në fakt nuk e di do dalin apo jo, me bebelina që janë kastile për në det ose për në pishina. Uroj që të dalin se këto kanë nga 12 cop, nuk e di, nëse nuk dalin pastaj do blej atje. Këta nuk e di ajo, i ka marr një nga këto kovat që nuk za shumë vend. I ka marrë vitaminën D me vete, se vitamina D duhet gjithmonë. Do me thëneve, deri tani nuk na e kanë hequr. Tjetër, ka marrë 2 nga këto sprej që janë për insektet. Do me thënë, e lyen fëmin me këte, edhe nuk afrojnë insektet. E kam përdorur edhe kur isha tek liçeni. Ka marrë një krem që është për pjesën intime, do me thënë që mos skuqet, ose kur skuqet për shembull e lyn me këtë.
Zoit, I mora nga ky spray, do me thënë lëng për hundët, për të shtima, kolça është kjo. Edhe për hundët, do me thënë. E keni parasysh kur ftojnë fëmijët që bëhen hundët. Këta kremin e kam timin, e përdor për trupin më së shumti këta unë nga Avenu. Kam dhe një tjetër për trupin Eucerin, për trupin, nuk e di do ndalin apo jo, po pres që të më vinë kremrat të tjerë, këto I kam bler vetë, pres që të më vinë bashkëpunime dhe mendoj t'i marrë dhe ato. Zoit I kemi marrë edhe nga këto tabletat pluhur, I ka marrë për diare, se si diet mund ta kapi fëmijë I vogël, si diet si reagon. Dhe këto janë kremrat që unë I kam marrë Zoit, është kjo nga San Ozun. Çati ma sugjeroi sepse tha është I lehtë për fëmijët edhe nuk ngjit rera, prandaj e mora. Kurse këta Ladival e kam marrë në TikTok edhe këta e sugjeronin shumë e mora, edhe kjo që ka pak të hipit. Këto treja I ka marrë Zoit, besoj se I dalin asaj. Se nuk është se do ta mbaj shumë në diellun ata. Dje deri në ora 10-11, pastaj ne do ikim në shtëpi me Zoin, mas dite kur dalim. Mora një nga këto se si diet pritemi me në vend, duhen sa gjëra. I ka marrë një kuti, një pako nga këto qeset, që janë qese për bebelina, sepse normalisht kudo që ta ndrosh, nuk mund ta hedhësh bebelinën ashtu pa e futur në qese. Po ashtu nga këto që janë për gishta, si diet, po u qamin e I vena, këtë di unë që e kap në gjë. Hajde mora se, thash, mos na duhet, asjerë si diet, goca. Kemi marrë ibuprofen, këta ibuprofenin edhe këta për hundët, na I ka dhenë doktoresha, do me thënë, na I dha doktoresha Zoit fal, do me thënë, te karta e shëndetit mund të jepeshin këto, si receta udhëtimi, gjërat e tjera nuk jepen, tha, kështu që vetëm këto dyja nuk bleva, këto tjera I kam ble. I ka marrë dhe paracetamol, se nuk I dihet, normalisht I mora termometrin, ata që futet e veshi, I ka marrë po ashtu nga këto kunjat e veshëve, ka marrë një kështu për, si diet, për spray, ajo inshallah s'ndodh që qahemi, po asnjëherë si diet, ku di unë, që them, mos na kap kema me nej xhama, si diet asnjëherë në rerë. Mora një nga kjo kështu, që ja hedh plagës nëse qahet. I ka marrë një krem, kjo është një locion qumshti për trupin, se si diet si reagon Zoi nga uji I kripur, edhe do ta bëj me këtë të paktën. Edhe dy kremrat të tjerë prapë që janë kështu për kujdesin e trupit të Zoit, ta janë më të vegjël. Ka marrë dy letra të lagura, do marrë akoma letra të lagura me thënë drejtën, se nuk e dia do ndalin, po se besoj, do marrë akoma. Këto të pampersit I përdor për pjesën poshtë zakonisht, më falni. Ndërsa, po mendoj të marrë edhe, prit, ku I kam? Po mendoj të marrë edhe, do marrë edhe dy, si di ku I kam, Baby Love që kam një dy, duhet I kisha marrë. Ku I kam futur në këto tjerat, sepse këto tjerat për shembull I përdorim edhe ne, atje në plazh, në rerë, për shembull, ku di unë, mund bëhesh shtëpis në durë, atje duke ngrënë ai gjë. Kështu që më mirë, po unë e pash që I kisha diku ku I kam tani. Ja, kur I kërkon ndonjëherë ca gjëra, nuk I gjen. Mos I kam këtu. As këtu si kam. Po diku këtu duhet jenë ato, se unë... me qenë se jam duke I shiku. Ja, I gjeta. Ja, do I fus edhe këto, Baby Dream, se besoj se do na duhen edhe këto. Letrat e lagura si janë kur tepër, duhen gjithmonë. Ka marrë edhe një tharse, një hekur nga ato të duar dhe kështu. Tjetër që mora, tampona për vete, se si diet, edhe pse unë besoj se do jenë me ato. Se do t'i kalojnë. Dhe kështu gocan. Këto janë ato gjërat që ne kemi marrë, këto që kam bërgati, nuk e di, uroj mos të kem mbaruar ndonjë gjë, prandaj edhe unë e fillova I qik shpejt këtë valixhen, po ne si diet kur nisemi njëherë, sepse I kishim njëherë në plan për të nisur me datë 7-8, por ashtu ishim punët tona, do me thënë.
Edhe Iliri më tha që mund të nisemi edhe më herët, kështu që bëra mirë që fillova, që ti sistemoja. Kam bërë, ata nuk e hap goca se me zje kam bërë gati valixhen e madhe që kam futur rrobat e mia, edhe rrobat e Ilirit, disa rrobat plazhi që do t'i mbajmë, edhe nuk po e hap ata. Gjithsesi, nëse më keni në për rrjetet e tjera sociale, do më shikoni se do bëj video, do bëj një foto, edhe mund mos jem shumë aktive, se dua që edhe të shijoj kur i thon momentet atje me njerëzit. E kuptoni? Do shikoj si do jetë situata. Edhe këto çorapet që zoj të fus këtu te këto tonat. Edhe kështu. Kjo, shikoni, u mbush me këto. Kjo u mbush me këto. Jo po fut ata, jo po fut ata. Mushen këto të shkretat. Na duhen gjitha, sidomos kur janë ke me fëmijë një herë, duhen gjitha ato gjëra. Duhen gjitha ato gjëra kur je me fëmijë një herë. Unë mendova që këtu të fusja edhe këto dy, më kanë ardhur 2 sete goca, jo, të premten, edhe nuk e di, nuk jam e... Qaka! Është ky seti kështu, me këto me tuta, edhe dua t'i vesh, nuk vjen keq që t'i lë, nuk e di. Unë do t'i fus një herë këtu. Do i fus një herë këtu, nëse ndodh diçka që duhet fus në një gjë që është e rëndësishme, edhe i heq se s'ka gjë, ama. Ja, edhe ky seti tjetër që më erdhi, ky kështu me këto. Besoj se i keni parë në TikTok, se i postova, edhe këto tutat. Më rrinin shumë mirë, sidomos tani që jam dobësuar akoma goca. Ua, jam dobësuar akoma, të gjitha kam vënë re këta, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kjo është për të kapur këtë. Jam shumë e lumtur. Kjo nuk është e imja, këta e kam për dhurat. Ne kemi edhe, se keni idenë sa rroba, sa gjëra që do t'i çoj edhe në Shqipëri për njerëzit andej, nuk e di. Prandaj jemi shumë full. Ne edhe nuk e dua kam thënë, po do ikim me makinë goca. Do bëjmë me makinë, normalisht do ta bëjmë me ndalesë rrugës. Kemi parë kështu shtëpia që janë këto që thjesht sa për të kaluar natën. E kemi gjetur një, edhe nuk e di të shohim si do jetë, se kemi rezervuar akoma, sepse nuk e dim tamam akoma atë ditën, datën e saktë. Duhet marrë dhe një peshqir. Edhe të shikojmë. Pastaj nëse është e zënë ato ditë që do ikim ne, mund të flem dhe në makinë, dhe Zojën e shtri aty te Sedilja mrapa, unë do marr edhe një batanie për Zojën sido që të jetë. Edhe të shohim një herë si do ashtu. Tani më duhet marr edhe një peshqir, sepse mungon edhe një që ta marr. Ama, doja të merja gjithë shtëpinë me vete unë. Ato rrobat që kemi që kam marrë, se këtu ku i vesh do të gjitha. Hej, goca, shpresoj që të dëgjohem. Doja që të bëja së bashku me ju këto 3 paketimet. Në fakt, besoj se e keni parë, pasi ju mund të ishni edhe në rrjetet e tjera sociale. Keni parë që unë kam bërë një lojë ku kam dhuruar disa gjëra. Edhe mendova që ti paketojmë së bashku, pasi unë sot shpalla 3 fitueset, edhe do t'i paketojmë së bashku. Tani, këto janë gjëra që do t'i çojnë në Shqipëri, edhe nuk na duhen. Mos e vini re se jemi çik rrëmuj, sepse jam duke bërë dhe gjërat gati, siç e dini tani me. Tani, shikojmë çfarë keni këtu. Unë do t'i paketoj si normalisht te këto kutijat kështu, se s'kam kutijat të tjera, thjesht do e heq të adresën edhe kaq. Në fakt, 2 do paketoj, sepse njëra jetonte këtu afër diku, do me thënë afër meje, edhe tha do vi, do t'i marr vetë. Okej, thash. Edhe nuk e di goca, por kam marr kaq shumë mesazhe nga gocat, nga gratë, për këto dhuratat që jam duke bërë,
që kanë nevojë që të kenë stilues flokësh apo kujdiun qoftë edhe një çantë, edhe jam djeri që keq me thënë drejtën, sepse nuk mundem që t'i jap të gjithave, se keni idenë, do doja me shpirt, me zemër që të kisha aq shumë sa që do kisha mundësi t'ia jepja të gjithave, por unë e bëra loj siç bëjnë shumica lojrat që bëjnë, për shembull, kujdiun dhe vipat apo ku ta diun. Dhe unë e bëra sipas mënyrës time, që mjafton të domethënë që të më kinit mua në të treja rrjetet sociale dhe kaq pa bër tag në njëri apo kështu, se edhe njerëzit bezdisen, edhe nuk është se kërkova kusht kush e di se qa. Edhe më erdhi domethënë i çik keq se kishte edhe nga ato komentet që po ti këto që nuk i përdor apo që i ke përdorur, i bën, i dhuron, keq t'i japësh në një ran, keq mos t'i japësh. Unë se kuptoj, ose tjera thoshte që po pse bën lojë, jepja njerëzve që kanë nevojë, kështu, gjëra kështu. Po këtyre njerëzve të tjerë, vipave apo ku ta di una, që bëjnë video, që bëjnë lojra, pse nuk i komentojnë kështu njerëzit që ti thonë, pse bën ju kështu, jepja një njeriu që ka nevojë. Po shkojnë, më komentojnë mua kështu gjërash. Edhe më vjen shumë inat për këtë gjë, por nejse, gjëra që ndodhin janë këto, me këto. Edhe po thoja që më vjen prit marr një letër të lagur, se nga që nuk i kam përdorur gjërat, edhe i kam mbajtur aty, edhe jam bërë pak me pluhura, edhe pse kanë qenë brenda në qese, për kartona do me thënë, dhe nuk është bërë dhe shumë e pluhur, po gjithsesi. Kjo është një organizuese, e vogël, jo shumë e madhe, make-up është goca, por është goxha e mirë, nuk është se e kam mbajtur shumë, pasi unë mora atë kam marrë tavolinën e make-upeve, edhe atje me nxë gjërat, dhe mendova këtë pse ta hedh, thash, okej, ndoshta ka njerëz që kanë nevojë, edhe ashtu doli, kishte shumë njerëz që kishin nevojë, edhe çfarë do të them. Edhe kështu goca, kur bën mirë ndonjëherë njerëzit sinqerisht nuk e di pse ta marrin për kështu, për se di. Bëjnë lloj komentesh. Ktu është një mask LED, edhe kjo është shumë e mirë. Ta shikoj një herë se ndoshta ka ndonjë gjë që aman. Edhe pse thash unë se kam përdorur, kjo duhet edhe karikusin e vet, duhet i gjej ku i kam futur karikusat, se nga që unë i kam hequr edhe e lija për shembull te afër prizës kur e kam përdorur një herë. Duhet të shoh për karikus për këtë. Se ka edhe pak ndryshe kjo. Duhet të kontrolloj dhe karikusin tani. Shikoni? Këta s'po e mbyll dot pra. Në fakt si mbyll dot, sepse thash kjo fusja gocave dhe nga një shkëlqyes, nga Maybelline. Edhe kaq, për momentin kaq mundësi kam, kaq po bëj. Ju thash, nëse unë do kisha më shumë mundësi, do bëja edhe më shumë, por ç'a të bëj tani edhe unë njerëz? Se edhe unë kam njerëzit e mi, unë nuk ja dhash njerëzve të mi këto, edhe thash po e bëj këtë lojën, e kuptoni? Do thoni ju interesi andej këtej. Edhe ti ke interes, se more ndjekës, se ku e di unë si që shtek. Në njëra në bot interesi është kjo, që ti bësh? Gjithsesi, më erdhi mirë sepse kishte vërtet goca që edhe më shkruanin, më thonin që edhe nëse nuk i fitoj, apo diçka nuk na vjen keq sepse ti je shumë. Domethënë më bënin komplimenta e kështu gjërash dhe më vjen shumë mirë kjo gjë që ka njerëz që vërtet ju pëlqej, që e vlerësojnë themi atë që unë bëj, ju pëlqejnë videot e mia e kështu gjërash. Kam marrë shumë komente, domethënë mesazhe të tilla. Edhe më vjen shumë mirë, jam shumë e lumtur për këtë, edhe do bëj sërish lojra të tilla. Mendoj se do bëj kur të kthehem nga Shqipëria, sepse tani javës tjetër besoj ne do nisemi, edhe dua ta bëj kur të jem këtu, ta bëj tamam qet kur i thon muhabetit. Edhe kështu. Besoj se do bëj sepse i kam dhe 1-2 gjëra
që dua t'i bëj. Pastaj me kismet të shoh. Normalisht do t'i bëj për njerëzit që janë këtej, se gjithmonë nuk mund të nis në Shqipëri. Nuk mundem sepse edhe posta kushton. Unë këtë radhë për shembull nuk kam ndërmend të kërkoj për postën. Pse përderisa je duke e bërë një veprim të tillë, nuk e pse e kërkon tjerëve. Ja, kjo është po ashtu për të bërë kaçorrela nga Babyliss, që them drejtën goca, e kam përdorur 5 herë maksimumi. E kam përdorur, sepse ne goca, sidomos për shembull ne që kemi kështu punë online, na vin. Edhe pse unë këta e kam pasur përpara se të filloja të punoja kështu online, të kisha këto bashkëpunimet, prap nuk është se e kam përdorur, sepse ju e shikoni që unë më së shumti jam për flokët e drejta. Më shumë më pëlqejnë flokët e drejta se sa këto kaçorrela ato ndet që janë këto. Edhe kështu. Ta fshim edhe çik të çantën, kjo çanta edhe kjo është pa e përdor fare. Maksimumi 2 herë mund ta kem përdorur. Jemi të fiksuara, sinqerisht. Edhe se di goca juve si ju duket kjo gjëja, më lini komente. Për shembull kjo që bëra unë kështu, është e drejtë ose kë di unë, se më duket sikur marrin dhe njerëzit inat kështu. Nëse nuk fitojnë. Se edhe unë për shembull kur marr pjesë, unë s'marr pjesë, nuk kam pas marr pjesë atëherë te ajo Anida që ka ajo, që bën ato lojrat e mëdha me makina, por nuk kam marr më, se nuk kam marr edhe s'kam bërë kështu unë për shembull që të më ngeli qefi. Që ti bësh tani? Okej, dhe këta e rregullova. Thjesht do fus në një shkëlqys, po do shikoj, ndoshta fus dhe ndonjë laps, të shoh çka kam aty që mund ta kem tepër të themi, pse jo, t'ja u dërgoj gocave. Tani, këtë porosin tjetër, këtë do vi, siç e thash, do ta marrja ajo goca këtu, është kjo që bën flokët po ashtu kaçorrela. Unë këta një herë kam përdorur, vetëm kur i kam bërë reklamën tani që e kam marrë, se kam përdorur shumë me thënë drejtën. Nuk e di sa kam përdorur nga që kam ato tjera. Jap edhe një letë. Kjo është një çantë e Zarës, që është kështu ngjyra vet. Kjo lëkur, po që ishte lëkur shumë e mirë kjo, imagjinoni. Që kanë qenë, domethënë, kanë qenë çantat që s'përdorja bashk, edhe mendova se do ishin prishur, por jo, nuk janë prishur. Kjo është çantë e vogël, por për gocat që i mbajnë, ja. Kjo këtu. Dhe do t'i le këtu unë gjithsesi, kur të vi nesër ajo goca që t'i marri, ja fus edhe në një qese ose diçka. Edhe këtu, kështu. Këto janë ato pakot goca që fituan dhuratat, një pak fjalë që fituan gocat. Si që thash, më erdhi shumë keq për gocat e tjera, se ç'të bëj, tre dhurata pata mundësi nga 2, se nuk doja t'i ndaja edhe një nga një, se edhe ashtu më shkon shumë, me thënë drejtën, por edhe nga 2, se edhe t'ja bëje një nga një, sikur do, këtë di unë, presni, sikur do, jo taleshe, po, sa për një dhurat shkosh t'a postosh atje, edhe s'ke nervë ashtu. Kështu. Jemi nga dita tjetër goca. Tani isha tek një dyqan këtu, sepse sot do ikim, do pim kafen tani, edhe pastaj do ikim tek shoqja ime që ka lindur, se nuk i kemi shkuar, edhe i bleva 1-2 gjëra për babyn. Jemi nisur për të kafja, pastaj do shkojmë atje, pastaj duhet shkoj te TK Maxi,
të kthej një palë pantallona për që ja mora Iliri dje. Hej, goca, përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Sot është e hënë, më falni, e diel, edhe është data 2, jemi sigurt, po data 2, Romilda, pse hutohesh? Është data 2, dhe tani sa po vura zoj në gjumë, me qenë se thash s'kam folur, po bëj mbylljen e vlogut edhe t'ju tregoj paka shumë gjërat se qa kanë ndodhur. Temi qa kam bërë dje, se dje nuk kam filmuar me thënë drejtën, edhe të bëj mbylljen e vlogut, po edhe të flas pak me ju se më mori malli. Atëherë, që pas kam kështu. Atëherë, e lash më duket video se është bërë, nuk e majmen fare se që kam regjistruar, e kam këtu te kamera dhe nuk i kam parë fare me thënë drejtën videot, por e di që kam bërë të fundit më duket ku po bëja përgatitjen e valigjeve që i mbylla. I kam mbyllur 2 valigje me thënë drejtën, edhe të tretën pothuajse e kam mbyllur, thjesht po pres porosit e fundit nga shenji. Më kanë ardhur disa porosi. Më vjen keq shumë se kisha porositur 2 fustane të njëjta, do me thënë që t'i veshja me Zojin, identike, do me thënë si që janë mama dhe goca, por më erdhi i Zojit fustani i madh. Unë dhe i kisha aty 12-18 muajshe, ashtu ishte shkruar edhe tek qeska, ai ishte super i madh dhe do të detyrohem t'i kthej. Më erdhi shumë i natë, por nuk ka problem sepse do kombinoj veshje të tjera me Zojin. Pastaj, edhe nëse gjej në Shqipëri e blej, nuk e kam problem, por i kam marrë Zojit, nuk e di nëse e keni parë tek TikTok-u im, një jumpsuit kuq me pika të bardha. Zojit i ka marrë një fustan ashtu, edhe ishte fix e kuqa si që kam unë jumpsuitin, vetëm se Zojit ja ka marrë fustan, por do e kombinoj, do me thënë quhet si kombinim. Pa ashtu i ka marrë me erdhën dje një palë rroba banjo shumë të bukura, kështu trupore për Zojin, që ka një si tip këtu si quhen ato, si flori këtu, form guacke, diçka e tillë, se edhe unë kam veshje të bardhë me atë këtu, edhe këtë mendova ta kombinoj me Zojin, pa ashtu i mora dhe një fustan ngjyrë bojqelli, sepse kam veshje, i kam ja 2-3 veshje ngjyrë bojqelli, edhe do ta kombinoj pa atë me Zojin, plus për shembull duhet shoh veshje të bardhë, do më vi me pika, se kam edhe ashtu, edhe nëse gjej Shqipëri, se nuk gjeta këtu me thënë drejtën, të bardha për Zojin, se unë kam, Iliri ka, që të vishemi të 3 njësoj. Edhe kështu, erdhën këto veshjet, i kam futur, pothuajse të gjitha gjërat i kam bërë gati. Këtë javë që vjen nisemi, por se kur nuk po e them, sepse videon dua ta editoj dhe ta hedh edhe si dihet kush e shikon, nuk e kemi vendosur fix me thënë drejtën, edhe pse t'ju gënjej, sepse jemi duke pritur, akoma unë kam dhe 1-2 porosi, se Shejni ma ka ndar pakon, e ka bërë pako, sa i natë e kam këtë gjë kështu, por e kam vetë fajn, se kështu është kur i laj gjërat janë në shkallon, jo do ta porosi sot, jo nesër, e vendosa unë momentin e fundit, nejse, tem tjetër varja. Po ashtu Iliri pret një porosit vllajt vet, por e sigurt është që këtë javë nisemi. Kisha shumë qef që të nisesha përpara pushimeve, do me thëmë, jo, pushimeve, të nisesha përpara se kemi prenotuar shtëpinë, do e bëjmë plazhin, do me thënë, do ta bëjmë në Durrës, në Golem. Aty do kemi shtëpinë tani dhe do lëviz, nuk është se do rri shumë vetëm aty, do me thënë, por do jemi me familjen e vllajt Ilirit, me kunatin edhe gruan e tij. Edhe kështu, me sa di unë, aty ku e ka gjetur këta shtëpinë, më ka thënë dhe kunata ime, motra e Ilirit, që është shumë pastër, është mirë, do me thënë. Edhe aty, se ka shumë që e ka një natë Golemi, se është pa pastërti e kështu, mendoj se duhet ta gjesh e qikat, e prap thash, do lëviz, nuk është se do rri vetëm aty, me thënë drejtën. Shohim. Edhe kështu, edhe kemi afër plazhin me shtëpinë. Nuk e di si do jetë shtëpia, më kanë thënë që ka shumë të mirë shtëpi, nuk e di kur të shkoj, besoj, nuk e di, dhe uroj mos harroj të bëj ndonjë rom, kështu që t'i bëj ndonjë room tour, kështu t'i bëj video.
Edhe do rrim në një shtëpi të gjithë, se ka vend mjaftueshëm, ai sa jemi 4 veta, edhe Zoe e vogël. Edhe kështu uroj, besoj se shtëpia i ka të gjitha për se Zoe do t'i gatuaj në shtëpi normale, besoj se do t'i jap jashtë, nuk e di. Por mendoj do t'i jap në shtëpi. Edhe i bëra këto gjërat gati, dje pastaj thash Ilirit, duhet me shiku a na nxen gjitha valixhet, se unë kam një valixhe 25 kg, më duket është ajo, tjerat janë nga 20, 2 të tjerat, edhe kisha frikë, por me matjet që bëri Ilirit valixheve dhe të makinës, se nuk i çonim dot poshtë gjitha, se s'ja vlente ta ngrije gjitha të valixhes, sa e ka mbushur, o zot, është shumë e rëndë, nejse, njëra do flas, dhe të tjera do shpuj. Por tha na i nxe valixhe, sepse mendova edhe këtë opsionin kështu, që një valixhe ta maja siç ishte dhe t'i fusja në përthas goca, se tani unë fundja ne do ikim me makinë, do ta bëjmë, nuk e di u kam thënë duket, do ta bëjmë rrugën me makinë, do ndalojmë rrugës, edhe kështu e kemi menduar që të ndalojmë normale, se lodhet ai, vetëm ai do ta ngasi. Jo vetëm ai, po lodhet dhe Zoe dhe unë, edhe pse fëmijët thonë që kaq të vegjël nuk është, se më rehat janë ata ulur se sa ne aty, moshën që janë. Më falni, nuk e di që pas kam këto hundët kështu sot, as janë ftohur. Edhe do bëjmë ndalesë. Kismet inshallah shkon çdo gjë mirë, do ikim me makinë, edhe makinën do ta mush full, se kam edhe disa gjëra për t'i çuar andej atyre, plot gjëra. Edhe shqyr zotit makina na i nxet të gjitha. Edhe tjetër, që është bërë tjetër, si gjë që është bërë tjetër, sot si diel që është, kam vënë fasole, goca, kam vënë bukën që të piqet, tani Zoe në zuri gjumi, dhe do lyej flokët, po, do lyej flokët sot, e di, shumica thonë jo po lyej mbas plazhit e kështu ashtu, por më është bërë për të lyer edhe nuk dua që të dukem keq, do ikim në Shqipëri dhe na shikon ndonjë kështu të kjo. S'mi intereson shumë që thonë njerëzit, po si do që tjetë jemi qik mirë. Edhe kështu njerëz, kështu rroba kam futur goxha me të ndetën, veshje që çdo ditë të kem ndonjë gjë të ndryshme, sidomos për shembull darkave, kur del që ha darkën, ose kur del që shkon tek njerëzit, edhe kam marrë, ndërsa nga këmbët nuk kam marrë shumë me thënë drejtën, pasi me fëmijë të vogël do të jesh sa më rehat, edhe ku më mirë se pupat, me pupa mund të rish rahat. Kam marrë pupa të zeza që janë si me tyl, e keni parasysh, dhe të bardha po ashtu. Kam marrë një pal pupa kafe, se ka dhe veshje që i kombinon dhe me ngjyrën kafe, këto veshjet nude kështu, kafe për shembull. Kam marrë një pal shapka, edhe këto për të dalë, janë të bardha, janë shumë bukura. Do kënoj si kanë veshur kurrë, kanë 2 vjet aty, sepse si kanë veshur nuk e di, por thash po i marr, janë shumë bukura, edhe ato kombinohen edhe me fustane. Edhe një pal shapka për plazhe aty shtëpi. Edhe atletet këto. Atletet Adidas Samba, edhe këto janë të kombinueshme me veshje, me fustane, me kështu janë të lezetshme. Edhe kështu, edhe po më thoshte motra dje Milda, tha se motra ime ka bërë rrugën Gjermani Shqipëri, ndërsa për ne është hera e parë që e bëjmë në Shqipëri, se në Itali kemi vajtur 2 herë. Edhe po më thoshte që mbaj shapkat më mirë veshur gjatë rrugës, dhe në fakt pati ide shumë të mirë, se makinë do jesh, kush do të shikoj, edhe kur dalësh për shembull që do shkosh në banjo apo ku do di unë, do bësh talesa, kush i vëre, se gjithë njerëzit që udhëtojnë me makina duan të rrinë sa më rahate, dhe mendimi mirë kjo, ato shapkat që kam menduar ti mbaj për plazh për shembull, ato të zezat janë të bukura, të lezetshme, edhe do vesh ato me një pal, ku di unë, çorape të shkurtra, nuk e di, të shikoj, që të rri dhe rahat për shembull momenti që duhet të shtri pak këmbët e kështu. Që mos të ngarkojnë, marrë dhe atlete tjera. Se në fakt kisha menduar që të merrja një pal, të vishja një pal atlete tjera dhe këto të bardhat t'i fusja, se nuk mund të rrija rrugës me të bardhat e Adidas, se nuk doja t'i bëja pis. Por shqyr që motra ime ma sugjeroi këtë gjë, edhe do vesh shapkat.
edhe kështu, nuk e di, mezi po pres ta bëj këtë rrugën, ta shikoj si do jetë si eksperiencë kjo rrugë e gjatë, e di që do jetë lodhëse, do jetë shumë lodhëse, por ne do ndalojmë me kismet Zotit, unë e kam gjetur vendin, nuk e kam prenotuar akoma sepse nuk e dim të saktë se kur do ikim fiks, do ta shikoj nëse do jetë i lirë atë dite, vendi, apo jo, qa do jetë lirë, qa do jetë. Fundja, kam parë që edhe goca që kanë udhëtuar me makinë, kanë bërë thjesht ndalese dhe kanë fjetur në makinë, 3-4 orë do me thënë, edhe janë nisur prapë, edhe këtë gjë kam parë, po edhe kështu nuk duan fakt se dua që i liri të shplodhet mirë, se ai do lodhet më shumë, kur i thonë, sa keq që nuk e kam mësu makinën këtej, patentën e kam harruar njerëz, që kur e kam marrë që në 2022-shin, a 2021-shin, se ma men, jo në 2022-shin ka qenë, se ma men, nejse se 2022-shin ka marrë tu, edhe thjesht sa kam bërë provimin, edhe kur kam marrë në Gjermani se doja ta kisha, nejse, kur t'ikim Shqipëri tani, po që se kemi mundësi, ta marrë në njëra ndej, me në event kështu ku mos ketë njerëz, ketë hapësira, se është ndihmë edhe për i lirin që ta ngasun makinën, është shumë mirë kur je dy veta në makinë, kismet, edhe i ka marrë Zojt, goca kisha harruar, i kisha porositur 2 nga këto që janë si çadra të mbuluara, por që janë për në rër, edhe pjesa poshtë e fut, kështu e bën si grop që mbushet me ujë, besoj keni parë, edhe kam menduar e mora një, në fakt kisha porositur 2 pa dashje, edhe si që po thoja goca, kam marrë Zojt atë që mbushet me ujë, kam porositur 2 gabimisht, por kunata po më thoshte mbaje se do të duhet sërish për vitin tjetër kismet kur shkosh pra plazh, edhe se di ç'a të bëj, ta kthej apo jo, me qenë se do kthej ato 2 fustanet, edhe është e mirë mendoj se mund ta marrë Zojin edhe aty te çadra, të zen do me thënë, që mos ta llakatet shumë, me lodrat e veta të lozi aty, e mbusha të pak me ujë, nuk e di tani sa punë do bëjnë këto. Ka marrë edhe një gomardare nga ato që rrinë në ujë me atë pjesën që e mbulon që mos ta kapi dielli, uroj që të rri edhe aty. I ka marrë edhe krah, nuk e di tani. Nuk e di sa do t'i përdori Zoj këto, por ne i morëm se gjithsesi jemi të përgatitur. Do thoni ju pse i morët këtej? I mora se me sa informacion ka marrë janë qik më lirë, edhe plus vend kemi pse jo. Ju a tregova se qa mora për Zojin medikamentet, që shpresoj që mos më duhen, shpresoj që Zoj ta kaloj mirë. Mora dje tek Rossmani, sërish letra të lagura, sa e di që ato do duhen shumë letra të lagura, sidomos në plazhe, kështu që ta fshishe, ku e di unë. Mora edhe një si tip roloni, fenistil, duket fenistil, nuk e di, fenistil duket ishte, për skuqe në momentin që për shembull ka krujtje shumë, edhe që skuqet, shpresoj që mos ketë edhe pse dyshoj se atje nga mishkonjat e këto, e lyen me ata që për ta qetësuar. E pash edhe thash po e marr se asnjëherë nuk i dihet. Edhe i gjeta Zojt edhe një biberon, jo biberon, një nga ato që pi ujë që janë me pip, por jo si ato që e kam pipin drejt fare që nuk lëviz, se kam nga ato që i lëviz pipi brenda, për shembull edhe nëse Zoj është shtrirë kur e kthen ujin kështu, ose çfarë do lloj pozicioni, e keni parasysh ai pipi merr ikën nga ikën uji. E keni parasysh besoj. Edhe këtë mezi e kam gjetur sepse sa herë kam shku në Rossmann në DM nuk kam parë. Edhe dje ishte e fundit që e mora, sepse Zojit kur ka qenë e vogël ose më sa përpara se të lindte, te Lidli ka marrë Zojit unë atëherë, që kishte shitesh, edhe ta dija që do ishin kaq kështu të shitur, mezi do i gjeje. Do me thënë, mezi do i gjeje në për dyqane këtej, se ndoshta online edhe e gjen, jo ndoshta po besoj e gjej, po edhe këtu s'mbajti mendja, kur më kujtoj motra dje, te Lidli e pa ta marrë dhe shiteshin shumë shpejti. Edhe ta dje kisha marrë 2 dhe nuk po gjeja, por dje kur vajta e pash direkt e bleva, është pak më i madh se ky që ka Zoj, se Zoji e ka kafshu atë që ka për momentin, ja ka bërë bishtin shumë të shkurtër, ja ka kur filloi që po kafshonte shumë kështu, ja bëri këtë gjë, ja hoqi, edhe ja bleva këtë tjetrin. Uroj që mos ta kafshoj edhe këtë, nuk ja kam dhënë.
do ja jap kur t'ikim rrugës, domethënë, t'ja mush mirë me ujë kështu edhe ta ketë për rrugës. Edhe kështu njerëz, do marrim lodra, libra, do t'i marr me vete, nuk e di se si do shkoj rruga, e kam edhe pak kështu si frikse, nga që kur kemi bërë rrugën në Itali, okay, ka shku mirë, mos qahem edhe aq tani, edhe ne jemi të rritur edhe mpihemi edhe kështu, por nuk e di si do shkoj kjo rruga, a do rri Zoi, as do rri, edhe pse sikur ka ndryshu pak se e kam vënë re, sepse kur ishte më e vogël sa hipte te Seggiolino për shembull, edhe deri në market ndonjëherë nuk rrinte. Tani sikur ka ndryshu pak dhe uroj që të jetë edhe kur të ikim për Shqipëri. Do t'i marr libra me vete, top, gjëra këto që ajo i ka më qef, domethënë, edhe ja kam hequr veç disa që kur t'ja jap t'i duken si të reja. Për fat të keq e di që nuk duhet ja jap, por do marr edhe një telefon që kam në këto kështu thjesht. Kështu me touch është ai, po nuk është ndonjë telefon kush e di ça. Ta marr edhe ata me vete, ta kem si opsion të fundit, jo të parin, të fundit fare kur shikoj që ajo nuk rri fare dhe ne kur shikoj që edhe ne nuk mund të ndalojmë, për shembull, ku diun, do jemi në autostrada, ku do jemi që me naj trafika që inshallah nuk ka, do ja jap si opsion të fundit fare që të shikoj ndonjë gjë aty. Edhe kaq, se nuk është se e kam mësu shumë me telefon, e kam mësu, se s'po them që nënat e tjera i mësoj se ato do të shikojnë, por nuk është se ja jap telefonin me thënë drejtën Zoit shumë, vetëm kur flet me njerëz, shumë rrallë ndonjëherë kështu kur e shikoj që ku e di unë, nuk ha fare apo diçka, se edhe në ngrënie nuk ja kam dhënë 2-3 herë kur ka qenë keq puna. Nejse, tem tjetër kjo se s'du të hap se tema koti tani. Gjithsesi, koti nuk janë, por nuk du tani t'i hy edhe kësaj. Kështu njerëz, këto ka ndodhur, dje ja marr me shkundjen e shtëpisë, doja t'ju merrja dje në fakt, po thash po marroj këtë punët se doja t'i mbaroja shpejt, jo shpejt, po t'i bëja tamam, mos kisha telefona, mos kisha këto gjërat në përkëmb. Kam shkundur shtëpinë, kam larë bufeën, kam fshirë, kam larë mas divaneve, sot kam lënë vetëm për të marrë plurat, edhe nga dhoma ta ndej po, kam lënë për të marrë plurat këtu, se plurat nga dhoma e gjumit i mora qpar, do marrë plurat këtu, kam për të larë edhe frigoriferin, se edhe frigoriferin e kam pothuajse bosh, se nuk po blej me ushqime, sepse ti blej, ti la kot aty, edhe kështu, po e bëshatisim, i kam llogarit pak a shumë se qa do ham edhe këto ditë, edhe jemi okay. Do laj edhe frigoriferin, edhe pastaj në fund, pasi të lyej flogun sot, do laj edhe banjon komplet, edhe banjo që t'jetë e pastër. Dua t'jetë çdo gjë e pastër në rregull, që kur të vi pasaj nga pushimet, duket sikur mi ka bërë dikush punët, edhe mos kem të merrem me punë pasaj. Edhe kështu, jo se do ketë ndej aq pastër, se normalisht plura s'ka nga ty se do t'i mbyll rritaret, normalisht. Por kështu njerëz, kështu, mirë tani, unë kam folur shumë, por doja që të flisja, t'ju tregoja edhe këto gjëra, jo vetëm kështu, edhe pse me të folur e bëj shumicën e vlogut, por gjithsesi, unë po e mbyll këtu këtë video dhe këtë vlogun, edhe do shifemi tek vlogu tjetër, që do jetë vlogu i nisjes për në Shqipëri, ndoshta ndonjë përgatitje e vogël që ka ngelur, nuk e di, do shikoj qa mund të filmoj, por vlogu tjetër do jetë, besoj, por do jetë vlogu që do jem në Shqipëri, i rrugës, i gjitha këto, kur të arriva atje pasaj, do fillojnë vlogjet e tjera, uroj shumë që të bëj vlogje, që të filmoj, edhe pse me mendjen time ka menduar që mos të rri edhe shumë mas telefonit dhe këtyre gjërave, duhet të shijoj këto pushimet tona të para, se pushimet tona të para quhen në plazhe kështu se vjet nuk ishim në plazh, edhe duhet të shijoj. Me mendjen time kam vendosur që për shembull do filmoj pak, jo shumë, nëse dua t'i shijoj tamam, edhe se dua t'i përkushtojmë shumë Zoit në plazh, sidomos, për mos ta lënë asnjë moment, se po ndodhin shumë gjëra, jo se e kam plan ta lë, jo, por ndodhin shumë gjëra në plazh, o zot na ruaj se ndodh në sekond,
Edhe normalisht do t'i rri kështu, kur i thon, unë asnjëherë se le vetëm zojnë edhe kur dalim kështu në për kafe këtu për shembull, kur shikoj që ka shumë njerëz ose kështu, i shkoj gjithmonë mbrapa, edhe pse ajo ecën vet, nuk e lë, nuk e di se si më duket, ças po dëgjojmë, ças po shohim, e kam çik frikë të pjesën, se la kurrë vetëm, edhe prandaj do filmoj vetëm në momente për shembull kur e di që ajo është me babin e vet ose me xhaxhin e vet, edhe aq mund të filmoj, edhe kështu njerëz. Këto ishin të reja të gjërat dhe doja t'i ndaja me ju, meqense këtu ndajmë gjithçka goca. Tani unë ju përshëndes, ju përqafoj, faleminderit për mbështetjen, edhe suportojeni këtë kanalin nëse ju pëlqen. Do shihemi në videot e tjera tani, besoj se kur të jemi në Shqipëri, ju puç.